SPAK shkallmon policinë rrugore. Ka goditur eksponentët... Në fakt, mendoj që... Po, SPAK ka goditur eksponentë të rëndësishëm policisë rrugore. Pse? Unë mendoj që në qoftë se SPAK e ka marrë seriozisht, në fakt nuk ka goditur policinë rrugore, po ka goditur një grup të strukturuar kriminal që prej kohësh funksionon brenda policisë rrugore. Dhe nuk e kam fjalën për rastin konkret, se ky është një rast që unë do ta shpjegoj. Po në policinë rrugore dhe në policinë e shtetit po funksionon grupe dhe segmente si banda kriminale. Për të ndalur tek rasti konkret, nesër shefi i qarkullimit rrugor të kryeqytetit bashkë me shefin e sektorit të aksidenteve dhe një oficer të policisë gjyqësore, pra Roven Zeka që është titullari me Sokol Novakun dhe Edison Tabakun, dyshohen sipas SPAK për veprën penale të korrupsionit. Në Tiranë një gruaja e një biznesmeni është përfshirë në një aksident me disa të plagosur. Të gjithë personat kanë shkuar në spital, kanë marrë ndihmën mjekësore dhe sipas ligjit gruaja që kishte shkaktuar aksidentin duhej automatikisht të arrestohej. Bashkëshorti i saj ka hyrë në tentativa përmes oficerit policisë gjyqësore Edison Tabaku, ka ofruar, pra ata i kanë kërkuar para shumën prej 2.000 eurosh dhe sipas SPAK-ut kjo shumë është dorëzuar tek zyrtarët e policisë rrugore dhe pas janë siguruar të gjitha provat, të cilat kanë rënë në përgjim për shkak të një hetimi tjetër që kishte për korrupsion. Prokuroria e posaçme, për disa çështje të tjera, është bërë edhe ndalimi me iniciativë i shefit policisë rrugore Roven Zeka, i oficerit policisë gjyqësore dhe i shefit sektorit aksidenteve Novaku. Kontakte direkte kanë qenë fillimisht mes biznesmenit Ergest Vrioni dhe oficerit policisë gjyqësore, dhe më pas ai del në përgjigje duke deklaruar se më duhen para edhe për shefat lart. Por unë nuk u ndala. Ky është rasti pak a shumë dhe historia në raport me shefin e qarkullimit dhe me zyrtarët e qarkullimit. Por besoj fort dhe po e them, nisur edhe nga disa ngjarje të cilat po mbulohen, siç është skandali i komisariatit numër 2, shkarkimi i gjithë zinxhirit, dhe ende sot nuk ka një përgjigje zyrtare. Mënyrën se si po menaxhohen dhe çfarë po ndodh me verat në landfillin e Sharrës, se si po funksionohet si banë kriminale. Se si po gjobiten ose po detyrohen biznesmen caktuar për të paguar para për lëvizjen e këtyre betoniereve në Tiranë e tjera me radhë, më bën fort të besoj që nuk jemi përpara, sigurisht nuk është gjithë policia e shtetit, por kemi një grup të strukturuar ose më saktë një celulë brenda policisë që po vepron në këtë mënyrë dhe që sigurisht SPAK duhet ta hetojë me patjetër. Tani më pyesin që cili është biznesmeni burri i kësaj zonjës dhe pse s'arrestohet gruaja? Nëse ligji është thotë që ndalohet dhe kjo. Atëherë, gruaja është në kompetencë e një prokurorie tjetër, ndërkohë bashkëshorti i saj është në hetim zyrtar. Pra gruaja e cila ka shkaktuar aksidentin është në hetim nga një institucion tjetër që është Prokuroria e Tiranës. Okej. Pastaj se çfarë do të veprojnë prokurorët është një çështje në vijim e sipër. Ja pse nuk është arrestuar. Lala, po, edhe nuk është arrestuar sepse nuk janë kapur lekët në flagrancë. Pra, akuza lekët nuk janë kapur në flagrancë. Është ndryshuar gjithçka mbi proces verbalin e aksidentit, por lekët nuk janë kapur. Ato janë kapur më vonë në banesat e shtëpive të tyre, janë kapur disa para, po jo detyrimisht mund t'i lidhin direkt me ngjarjen. Dhe në këtë rast, biznesmenin nuk ka mundësi që t'i ngrejë një akuzë pavarësisht se ai ka ndikuar. Ndikimi për të ndryshuar një proces verbal, nëse nuk ka para në mes fizike të marra, por ka vetëm një komunikim që mund t'jetë bërë një gjë e tillë, nuk mund ta ngrejë. Ajo që i çon në fakt shefat e policisë është fakti që në momentin që ata nuk kanë ngritur një masë, nuk kanë kërkuar një masë arresti ndaj gruas e cila ka shkaktuar aksidentin, në atë moment në spitalin ushtarak, sepse aksidenti ka ndodhur në Kamës. Aty kanë qenë vetëm 1 plagosur rënd dhe 4 plagosur lehtë. Kur kanë shkuar në spital ushtarak, 4 kanë dalë nga spitali, por një prej tyre ka vazhduar të rri. Dhe në të gjitha rastet, kur një është në gjendje të pastabilizuar ende për shëndetin e tij, merret direkt masa e arrestit me burg. Pastaj e zgjidh gjykata 3 ditë më vonë se çfarë do bëj. Por OPG-ja duhet të arrestojë patjetër, duke qenë se dikush është në shtrim spitalor dhe i përket janë mjekët ata pastaj që në ekspertizën e tyre nxjerrin nëse si mund të ketë ardhur mënyra e aksidentit. Por në hetime, besoj që SPAK ka patur edhe një prej 3 arrestuarve që
ka një histori tjetër, kam paka shumë, do më thënë, në të kaluarën e tij në polici dhe kjo ka qenë ajo që i ka dërguar. Dhe arsyeja pse ai është në biznesmeni që i ka paguar parat, por nuk është kapur në mënyrë fiktive duke i dhënë këto para. Me çfarë kam arritur, do më thënë, në 2 ishin pjesa që do merrte oficeri i policisë gjyqësore, por në përfundim të procedurave do t'jepeshin edhe 3.000 euro të tjera, e cila e gjitha në total shkonte 5.000 si një aferë korrupsioni. Pavarësisht se asnjë prej 2 drejtuesve kryesor nuk është kapur duke marrë para. Por mjafton ajo kanë shpërdoruar duke ndryshuar proces verbalin e aksidentit. Lada, faleminderit. Kemi që fundit? Faleminderit juve. Jo, jam... Falenderoj shumë. Falenderit juve, emision të parë. Falenderit. Pak fjale Abilekaj dhe Mitro. Që është të vështirë të plasësh për to, sidomos për atë atentatin e fëmijëve, sepse nuk ka ndonjë shpjegim, ashtu nuk mund të ketë komente politike mbi të. Po ajo që mund të themi, nga informacione që ka mund, për shembull, është që pista e gruas Rohan Ibrahimit mund të mos jetë e vërtet. Dhe policia vetë sot e ka thënë, mund mos jetë e vërtet për disa arsye, dhe për faktin se në përgjithësi atentatet mafioze i kursejnë gratë atyre që duan të vrasin. Kursejnë përgjithësi, me thënë drejtën. Për shumë atentatet që u bë në Greqi, e kursejnë gruan. Që ishte aty prezente. Dhe normalisht nuk ka arsye që të bëhet atentat ndaj gruas. Nuk ka ndonjë arsye thelbësore. Kështu që mendoj që ngatresat duhet të jenë një ngatres tjetër. Për shkak të makinës, por një ngatres tjetër, siç e njofton policia sot. Por që sigurt është që është një ngatres. Dhe në këto kushte nuk ke çfarë thua përveç se ti urosh shërim të shpejtë të djalit 11 vjeçar që në ditën e lindjes mori 2 plumba. Qartë. Një në shpatull, një në gjoks, nuk e di ku e mori. Ne do presim të ketë zhvillime. Është viktime një politike koka thëngshin që nuk do të jetë në Shqipëri. Mitro? Ndjenja e parë që të krijohet kur dëgjon gjëra të tilla është ajo e pasigurisë. Duket sikur na kthen prapa në kohë në Shqipërinë e viteve 2000-2005, ku fokusi kryesor ishte përplasja mes bandave dhe krimit të organizuar. Në fakt, kryefjala akoma dhe sot mbas kaq vitesh, si për partnerë ndërkombëtar, ashtu dhe për organet ligjzbatuese është pikërisht lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe në fakt, ne që jetojmë në këtë vend, na duket sikur ka 2 Shqipëri. Një Shqipëri e njerëzve të zakonshëm që përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre dhe ekonomitë e tyre familjare në këtë vend,